Giro d'Italia së shpejti vjen në Shqipëri, aktiviteti botëror që kthen nga Shqipëria syt e mbi 200 televizioneve me transmetime live nga gjithë bota në një tur triditor. Tiranë, Durrës dhe Vlorë janë qytetet ku sportistët do të kryejnë paradën e ciklizmit. Mbi organizimin janë takuar këtë të njëjtën në Vlorë, grupi i bashkëpunëtorëve të cilët do të garantojnë këtë aktivitet. Me përfaqësi nga Bashkia e Vlorës, Ministria e Brendshme, ajo e Shëndetësisë, Mbrojtjes dhe Arsimit kanë diskutuar mbi mbarvajtjen e këtij turi. Takimin e ka çelur kryebashkiaku Dredha, i cili është ndalur në detajet përgatitore. Është nga garat në fakt që ka apo eventet sportive që ka një vëmendje në nivel ndërkombëtar, pra ndiqet live në kohë reale nga 200 vendet të botës. Pra nuk është diçka që ndodh në përditshmërinë, sidomos po flas për vendin tonë në Shqipëri. Pra duhet ndjehemi shumë krenar, edhe bashkë me krenarinë vijnë edhe ato sfidat që dalin për ta çuar përpara gjithë procesit. Ne në fakt kemi bërë disa takime, është për një grup ndërministror për organizimin dhe për mbarvajtjen e këtyre aktivitetit, qoftë Tiranë, qoftë Durrës, por ne sot tu jemi mbledhur për Vlorën, në qenë se koincidon për fat mirë apo për fat keq të nuk mund ta them unë, po koincidon datë 11 maj, gjë e cila, siç e dini të gjithë, ka edhe një event tjetër kombëtar që janë zgjedhjet, dhe patjetër që duhet të merren masa paraprake që mos të kemi përplasje sa i përket këtyre aktiviteteve. Në fakt, Bashkia e Vlorës në bashkëpunim edhe me organizatorët, cilët kanë bërë disa inspektime në teren, duke filluar që nga Vlora, pastaj duke marrë gjithë itinerarin nga rruga Lumit Vlorës, kthehemi prapë në qytet duke përdorur rrugën nga tuneli i Llogaras për të mbritur pastaj te via e finishit që është në Dungomare. Për organizatorët, dy element janë më të rëndësishmit, siguria dhe infrastruktura, ndërsa e pranishme në takim dhe Policia e Shtetit për funksionimin e sigurisë së aktivitetit. Për më tepër në qytetin e Vlorës, që besoj do në flasi më pas edhe drejtori Altini. Dhe tema tjetër, patjetër që është pjesa e ARSH-s, në pjesën tjetër të segmentit në Himar, të cilën ne do të shkojmë të bëjmë një kontroll, një inspektim sot dhe patjetër që duhet japim një informacion brenda ditës nesërme, sepse dy çështjet që ne mund na rrezikojnë vërtet Giron janë siguria dhe infrastruktura. Ndërsa pjesa tjetër pastaj eventet e tjera janë pjesë plotësuese që patjetër synojnë që ta nxjerrin vendin tonë sa më mirë, por që ne duhet fokusohemi realisht tek siguria dhe tek infrastruktura. Kështu që ajo që do të shkojë tjetër është siç e kemi caktuar te grupi i punës, këto kontaktet, se në moment që del një problem qytet duhet dim me kë, jo me kryetari, po kush është prisja e sektorit, i trafikut, i shëndetësisë, i aktivitetit, siç rastisëm ndjekur. Jo kur fillon eventi, por duhet njoftohet më përpara që duhet një asistencë shëndetësore kur ka një event sportiv, kur ka një manifestim, kur fillon ora dhe kur mbarojnë aktivitetet. Dhe me sa shoh, këto janë të gjitha aktivitetet që do të jenë para dhe mbas Giro d'Italias, kështu që shekot flasim për rëndësinë e saj dhe për imazhin, janë 200 shtete live që do të ndjekin Giro d'Italia dhe është një nga 3 eventet më madhore në gjithë botën që bëhet për sa i përket ciklizmit. Prej muajsh, grupi ndërinstitucional takohet rregullisht, ka bërë planet për menaxhimin e këtij aktiviteti të rëndësishëm sportiv. Pra nuk është se ne po punojmë dot deri në fund, por kemi filluar që në janar si grup ndërinstitucional, pra çdo institucion ka marrë detyrimet e veta. Unë drejtoj grupin e Policisë Shtetit që do merret me menaxhimin e sigurisë të këtij aktiviteti. Policia e Shtetit ka detyrimet kryesore për bllokimin e akseve rrugore, pra gjithë itinerarin ku do kaloj Giro, 3 etapat e Giro Italias. Pasi sot jemi po flasim për Vlorën, por janë 3 etapa, pra etapa e parë Durrës Tiranë, etapa e dytë bëhet në Tiranë një garë kronometrike dhe etapa e tretë është e Vlorës. Përveç sa kemi detyrim eskortimin e afërt të garuzëve, sigurimin e rendit dhe qetësisë, rendit të sigurisë publike për gjithë aktivitetin, për tifozët, për pjesëmarrësit në këtë garë. Dhe një nga pikat e të rëndësishme është në bashkëpunim edhe me bashkitë të kemi një komunikim me publikun, me qytetarët për rrugët që bllokojnë, devimet e mundshme për të ardhur në ndihmë qytetarëve, pasi është shumë e rëndësishme që të kemi një balancim të drejtë ndërmjet sigurisë në nivelin e duhur të garës, por dhe marrëdhëniet me qytetarët tanë që të shmangin sa më shumë bllokimet e panevojshme. Në fokus kryesor ne kemi sigurinë dhe mbështetjen e asistencës mjekësore për organizimin e garës.
2-3 tema që lidhen me garancinë që nuk japim si grup ndërinstitucional që gjithë kërkesat që kanë organizatorët për pjesën e garës, ne duhet patjetër që t'i plotësojmë dhe që të sigurojmë që çdo gjë që ata kanë kërkuar të përmbushet në përputhje me standardet e tyre. Turi i Vlorës do të përfshijë zonën panoramike të Rivierës shqiptare, ndërsa do të ndahet në disa ndalesa, ku organizimet festive do të jenë të larmishme për të shpalosur edhe më shumë traditën shqiptare. Gara e famshme popullore, me një traditë 114 vjeçare, do të mbledh në maj ciklistët më të mirë të botës në Tiranë, Durrës dhe Vlorë dhe do të ndiqet nga qindra milion teleshikues.